dalal e ka kuptimin e devijimit, por edhe ka kuptimin e dështimit të humbjes. Ata në dunjë kanë dështu, nga se ata çka kanë dashur? Kur refuzuan besimin në Allah xhallahu ala, deshtën më kënaq me epshin e tyre, deshtën një jetë më komode, nga se kishin bini se haramet ju kufizojnë jetën, obligimet i bojnë ngarkesa, na dojmë një jetë lirë o Allah, na dojmë një jetë këndshme apo. Edhe këtë qëllim a e jetësuan, ja hoqën, nga se nuk ka mundësi njeri me kon i kënaqur, nuk ka mundësi njeri me përjetu lumturinë reale, ndërsa në esencë refuzojnë besimin në Allah xhallahu ala. Allah tha këtu dalal, ja hoqët. Was-su'ur, ndërsa su'ur është sa'ir, tamam? Do të jenë edhe në dënim të dhimbshëm ditën e gjykimit, yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhim dhuqu massa saqar. Allah tha edhe atë ditë kanë më tërheq zvarr me fytyrat e tyre e ju thuhet dhuqu massa saqar. Shijoni veç pak çysh është shija e dënimit në Sakar. Sakar është xhenem. Nëse qësi dënimi është veç shija, e ngopja çfarë është, e thellimi çfarë është, Allah na ruaj. Në 6 mision i kena shkatruar përpara, a jeni që merrni mend? Prapë këta, ju kena njëjtë si ju në kohë, madje më të fortë se ju, më të organizuar se ju. I kena shkatruar. Fa hal min mudakkir, a merrni mësim vazhdueshëm në pësimet e njerëzve, në dështimet e tyre, në rëfimet keqardhëse për jetën e humbur, në eksperimentet caktuara, merr mësim. Ka kaluar sa vite, madje ndoshta edhe u burgos fatkeqësisht për kauza të dështuara, sot kanë me lart jeta më ka shku poshtë të ngu filonin. E si do të ketë qëra ditë gjykimit apo?